I nderuar Mark, mirë se erdhe në Republikën e Kosovës, është sërish nder I madh t'ju mirëpresim dhe kujtojmë me dashamirësi vizitën tuaj të fundit, kur ishit këtu si kryeministër I një shteti dhe aleati të çmuar evropian. Sot kam nderin t'ju mirëpres në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të aleancës më të fuqishme dhe më të suksesshme që ka njohur njerëzimi, ndaj ju falenderoj edhe që pranuat ftesën time që ta vizitoni Kosovën, shtetin me sentimentin më pro NATO në glob, me rreth 97% të qytetarëve tanë që I besojnë aleancës dhe dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Më lejoni gjithashtu t'ju mirëseardhje të ngrohtë në emër të gjithë qytetarëve të Republikës sonë, qytetarëve të cilët do të jenë përjetësisht mirënjohës për kontributin vendimtar të aleancës për lirinë e vendit tonë. Para pak më shumë se 25 vitesh, shumica prej nesh që na takuat sot dhe të gjithë të tjerët që do t'i takoni e do t'i shihni gjatë ditës, kemi qenë të rinj ose fëmijë të cilët dolëm t'i presim ushtarët e NATO-s, teksa ata po hynin në Kosovë dhe priteshin si shpëtimtarët tanë. Ata ushtarë sollën dritë në errësirën e një tragjedie njerëzore që po zhvillohej para syve të botës. Prandaj populli I Kosovës do të ketë gjithnjë mirënjohje të thellë për secilin vend aleat dhe për secilin ushtar, të cilët erdhën në mbrojtje të një populli që rrezikohej nga politikat e një regjimi hegemonist e gjenocidal. Për gjatë këtyre 25 viteve, së bashku me ju e kemi shndruar Kosovën në një shembull suksesi dhe një demokraci që angazhohet jo vetëm për të qenë përfituese e sigurisë, por në të njëjtën kohë edhe kontribuese e eksportuese e saj. Sot Kosova po kontribuan dhe është e gatshme dhe e aftë për të rritur kontributin për stabilitetin dhe sigurinë anë mban botës, ashtu siç bota punoi për të na ndihmuar në momentet tona më të vështira. NATO është themeluar mbi vlerat mbi të cilat qëndron edhe vetë shteti ynë, prandaj edhe synimi ynë strategjik për antarësimin në NATO nuk është thjesht një interes shtetëror I yni, por edhe një domosdoshmëri strategjike për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në gjithë kontinentin evropian. Siç e thatë me të drejtë ju dje në Bosnjë-Hercegovinë, është me rëndësi që ky rajon mos të ketë vakume të sigurisë. Sepse siç ka dëshmuar historia, shpesh herë ato vakume janë keq përdorur nga faktorë malign, të cilëve nuk ju intereson paqja, siguria, por vetëm kaosi dhe jo stabiliteti. Për këtë qëllim, ne dëshirojmë të thellojmë partneritetin tonë me NATO-n dhe me të gjithë aleatët si shtete anëtare, duke zhvilluar çdo ditë më shumë ushtrinë tonë, forcën e sigurisë Kosovës, në një forcë bashkëkohore, profesionale dhe ndërvepruese me forcat partnere, në shërbim të paqes, stabilitetit dhe sigurisë kudo në botë. Kosova tashmë e ka arritur objektivin e NATO-s prej 2% të GDP-s për investimin në mbrojtje dhe synojmë që në një kohë rekord ta dyfishojmë këtë përqindje të investimeve në sektorin e mbrojtjes. Për ta arritur këtë, na duhet ta kemi bashkëpunimin edhe më aktiv me NATO-n dhe me shtetet anëtare dhe partnere. Po ashtu, Kosova së shpejti do të fillojë edhe me prodhim të municioneve dhe dronëve, duke e pozicionuar veten si një partner strategjik në fushën e mbrojtjes. Në këtë rrugtim, ne jemi shumë të vetëdijshëm për sfidat me të cilat ballafaqohemi, në të njëjtën kohë edhe me kërcënimet që vazhdojnë të rëndojnë mbi sigurinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Serbia fatkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet, dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktorë të tjerë dashakeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë rajonin. Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloji përpjekjeje për cenimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë. Ne I bashkohemi thirrjeve tuaja të përsëritura
thirrjeve të përsëritura edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet deklaratave publike për përgjegjësi sa i përket sulmit ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj 2023 dhe sulmeve të tjera në veri të Kosovës, ku struktura të mbështetura nga Serbia lanë 93 ushtarë të NATO-s të plagosur, prej të cilëve 3 të plagosur rënd. Siç e kam theksuar edhe gjatë vizitës sime të fundit në NATO, mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare. Prandaj është me rëndësi që bashkarisht ta fuqizojmë prezencën edhe të personelit edhe të mjeteve për ta mbrojtur kufirin në mënyrë që të parandalohet si hyrja e grupeve terroriste ashtu edhe armatimit të tyre, të cilët kanë për qëllim krijimin e konflikteve në rajonin tonë. Ashtu siç e ka thënë miku juaj i mirë dhe miku i madh i Kosovës, presidenti Donald Trump, politika e paqes nëpërmjet fuqisë, peace through strength, është ajo që do të kuptohet më së miri në këtë rajon, e sidomos nga ata të cilëve mund t'ju shkojë mendja që të përdorin veprime destabilizuese. Prandaj, i nderuar sekretar i përgjithshëm, ne do të vazhdojmë të jemi aleati besueshëm në luftën kundër kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja, po ashtu jemi të gatshëm që të mbështesim infrastrukturën e NATO-s dhe të kontribuojmë në misionet e saj, duke forcuar më tej rolin tonë si eksportuese e sigurisë. Siç e theksova edhe gjatë takimit, stabiliteti i rajonit është shumë i lidhur ngushtë edhe me integrimin euroatlantik të vendeve të këtij rajoni. Kosova dhe qytetarët e saj ndajnë vlerat mbi të cilat është ndërtuar NATO. Është koha që Kosova ta ketë vendin e saj në aleancë për të kontribuar si një anëtare përgjegjshme dhe përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë globale. Në Kosovë, gjithnjë do të jeni si në shtëpinë tuaj, një shtëpi e ndërtuar në liri, edhe me kontributin e mira burrave e grave në uniformë të KFOR-it, mision ky që mbetet më i gjati, më i madhi, por edhe më i suksesshëm në historinë e NATO-s. Mision ky që dëshmon triumfin e shteteve demokratike e paqedashse, kur ato qëndrojnë të bashkuara rreth vlerave të lirisë dhe të dinjitetit njerëzor. Uroj që shumë shpejt Kosova të jetë ulur krah për krah me vende tjera anëtare të NATO-s si një partnere kredibile, serioze dhe pa lëkundur në përpjekjet për paqen dhe sigurinë globale. Ky popull, zoti sekretar, para 25 vitesh u shpëtua nga NATO. Tani mezi pret të qëndroj krah për krah jush në mbrojtjen e vlerave që janë themel i kësaj aleance që për ne u shndrua në mburojtje të lirisë. Siç e dini, në NATO vendimet mirën me unanimitet dhe akoma janë 4 shtete anëtare të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe kjo e shndron çdo vendimarrje rreth avancimit të rapporteve mes NATO-s dhe FSK-s në një çështje jashtëzakonisht komplekse. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që FSK-ja nuk e ka mandatin e plotë, ashtu siç parashihet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e miratuara në Republikën e Kosovës, si forcë e cila e mbron sovranitetin dhe integritetin territorial dhe të gjithë qytetarët e vendit tonë. Përveç kësaj, ne kemi gjetur mënyra të tjera për të avancuar rolin e FSK-s dhe kontributin e saj për paqe dhe siguri në vende të tjera përreth globit, nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh, të cilat i kemi me shtetet anëtare veç e veç. Siç e dini, FSK-ja në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shërben në misione paqëruajtëse nëpër vende të ndryshme të botës, njëkohësisht nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe me Mbretërinë e Bashkuar vazhdon të shërbejë nëpër misione paqëruajtëse nëpër vende të ndryshme të botës dhe tani jemi në proces të negociimit të marrëveshjeve të tjera dypalëshe nëpërmjet të cilave FSK-ja do të vazhdojë të kontribuojë nëpërmjet mandatit të plotë siç parashihet në Kushtetutën e Kosovës, ndërkaq për veç atyre që i tha sekretari i përgjithshëm, siç e dini, para shumë vitesh ka qenë edhe një shkëmbim letrash në atë kohë ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe ish sekretarit të përgjithshëm, që ka të bëjë me rritjen e nivelit operacional të bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe FSK-s dhe ne do të punojmë së bashku për të parë se si është mënyra më e mirë që kjo të funksionojë në praktik, duke mos harruar që
Të gjithë ushtarët e NATO-s janë trajnuar pikërisht, të gjithë ushtarët e Kosovës janë trajnuar pikërisht nga shtetet anëtare të NATO-s, edhe nga vetë NATO-ja për trajnime të caktuara dhe funksionojnë në përputhje të plotë me standardet e NATO-s. That's fantastic. And your whole team is almost there with it. It's mostly women. We hardly